Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente, gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme dhe për këtë javë. Hën 6 korrik 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Desha të dija se fola një para 3-4 ditë dhe fola me ti prap. Po. Për problemin e ati skanerit. E mëse do të njoftoj ju mëse se kur do vishë në Tiranë. Tani, zotëri, jo për kur do vishë në Tiranë. Ne, tani, mund të interesohemi për problematikën e skanerit në Gjirokastër, në qytetin tuaj. Ose në Gjirokastër. Në rregull, për këtë po, dhe ke shumë drejt që më kujtove, po jo për se kur do vishë Tirana, të do e përfektosh me mjekun e... Në Gjirokastër, akoma më mirë. Në rregull, po për mjekun e duhet të komunikosh me mjekun atjet, familjes, i cili do të lërë një datë për Tiranën. Mjekun e familjes e komunikoj, po, ishë muhabeti që për në Gjirokastër a për Tiranë. Në rregull, zotëri, do komunikojmë sërish me spitalin e Gjirokastrës nëse i kanë kapacitetet për të bërë, por do 15 ditë kthejmë përgjigje ata. Ta dish. Të marrë veshu, do bisedoni ju? Ne qojmë kërkesë për informacion, zotëri, po duam 15 ditë që të kthej një përgjigje. Ne, s'kemi gjë. Miru pafshi. Faleminderit, zotëri, për telefonatën, gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë, faleminderit, zënjë. Zonja nga Elbasani që u ka marrë për një javë. Përshëndetje për protestën, edhe dua të shpreja 2 mesazhe. A do më lejoni? Pa tjetër më zonjë si jo, jeni drejt për drejt. Bravo, më dëgjoni pak. Urdhra. Shqipëri, mos kujto se je mallkuar. Shqipëri, mos kujto se je harruar. Po zgjoni nga gjumi, po popull që fle, dhe shpallë Shqipërinë një Shqipëri të re, sepse ju jetoni, sepse zjarrin keni në zemër, hapni sy dhe shikoni, hapni zemër dhe dëgjoni, se kjo nuk është ëndër. Gjoni nga gjumi, o ti popull që fle, zhdukeni Ramën se Shqipëria është zot dhe ka nevojë për një Shqipëri të re. Të doja të shpreja kevi. Bravo, zonjë, bravo, shumë bukur. Bravo, më pëlqyen rreshtat e tua. Është një inkurajim dhe për mu, dhe nëse do dalësh ke protesta një mesazh nga një zonjë që është e pamundur të vijë dhe të flasë për shkak të invaliditetit që ka. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe juve, përshëndes, të uroj gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri, urdhra. Mirëmëngjes, flas nga Italia. Përshëndetje, Italia. Jo, ajo protesta. Po. Nisi në fillim me të thënë drejtën, më pëlqeu shumë, atë të reja, pa ndërhyrje politike, pa shumë. Kur kurse tash e kanë marrë peng. Kanë marrë peng prap klasa vjetër politike. Nëse ne pretendojmë për një Shqipëri të re, që Shqipëri të re në herë i parugjës nuk shkon, se Shqipëria re ka qenë re është dhe re do mbetet për jetë, por për një klasë politike të re. Nuk plaket kur? Nuk plaket kur, është për një klasë politike të re. Tani, aty kanë hyrë parti politike që kanë marrë peng. Ajo protesta e pasë me të reja që ekzistojnë, por aty pas tyre e ka marrë peng Partia Demokratike. E cile, po Partia Demokratike e cila nuk kishte njerëz, nuk më lirë të thënë të gjama, më lirë të lirë të 200 vetë, tani. Tani kanë filluar me peng marrje. Tani me qenë disa mira vetë, e kanë marrë peng protestën dhe ata po e drejtojnë faktikisht. Kush prej tyre është? Dhuna që u përdor të parlamenti dhe të komisariat e policisë. Kush e drejton, Xhaxhi? Kush e drejton? Po nuk e diu se kush e drejton, po ti the drejt e di tani, mos na gënjej tani. Ju nuk keni parti, ata nuk janë të dhunshëm ata që kanë dalë, por janë ata që i shtyrin që i shenë një grup ke komisariati për të thyrë komisariatin e për të nxjerrë për bosë dhe gjystimi, i nxjerrë nga burgës. Ata shumë mirë i ndaluan, i nxorën, sepse nuk janë për të mbajtur tani.
Në qoftë se ne pretendojmë për një klasë politike të re, janë metodat vjetra. Ato me arkivole janë metodat e Azem Hajdarit të Taci Berishës që lunte me kufomin Azem Hajdarit në 98-ën. Ato janë paqavure në mes bulevardit një arkivol, ato janë skena jo Shqipëria, po Shqipëria dëmon e vjetër, jo e vjetër, po bastarde, nuk shkon në arkivol me ka forma tjera demokratike. Edhe një tjetër. Nuk e kuptoj, si ka mundësi ju gazetarët dhe personalistët dhe juve, ju të gjëri herë, ju bën politikë, ju nuk jepni informacion. Aristoteli thoshte që njeriu është qenie politike, thoshte Aristoteli. E ka thënë 2100 vjet më para. Po lera mora Aristoteli se ke lexuar mirë Aristoteli dhe lexuar mbrapsht. E kam lexuar mbrapsht. Po ti lexuar mbrapsht Aristoteli. Në nëzirë rena atje në nëzirë dhe projekte që do bojnë gjojën për da Palerma, në nëzirë rena atje dhe projekte... Projekti zotëri është në KLSH, projekti e kanë zirë KLSH, se kam zirë unë. Ti dhe disa gazetarë të News 24 jeni komplet politik, dhe një manifestalimin për podiumi... Gjithë njerëzit janë politik, zotëri, unë të falenderoj për telefonatën, tani nuk mund të merre me ty se ti ke akuzat cilat nuk ti heq do tunë, se ai shumë i e indoktrinuar. Projekti që kam zirën është e kanë zirë KLSH-ja para, pastaj unë, për gjithsesi. Presim i tjetër telefonat. Alo. Mirë mëngjes i zonjë. Me mëngjes, o gazetar. Përshëndetje zonjë. O rregullo Shqipëria apo ja? Po, dal nga dal tani, prit, 36 ditë do rregullohet, dale. Ka 36 vjet, 36 ditë do rregullohet. Po sa ke i fort këre? I fort? Po se ke i fort ke më zorë dhe maj kësi. Po tani ai mund të mbaj me shumë mënyra. Jo, si shumë mirë, gjithë i popull, o bëllolla. Për ka gjatë dhe nëtë, më ka votu populli më thotë, për në me që për hek në kohë popull kë, që është kë? As pensionës rrigjën ata pensionistët... Pensionet tani ju dha bonus, qa pensioni doni ma? A ju dha bonus? Që bonus është dhe? Salë më nea? Sa me hejda që na patë punë. Po mirë, ju bëri këtë indeksimin. Dujmë për herë, në indeksim 2.000 lekë më indeksaat mu, më shumë ja. 2.000 lekë. Ju dha një kafe një ujë. Për kjo Rama, kjo qeveri Ramës. Të kuptova mirë, zonjë. Kjo në avokatit poplit po për të se thuj, për edhe ne propaganda. Thët lumë të thuj hej. Të kuptova, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Hajde një javë të mbarë. Javë të mbarë dhe juve, asa pozitive që në ke. Urdhro. Dhe gjo, do të klasik për ditën e protestës që u mblodhën gjithë qytetarët. Për 4 korrikur. Shumë bukur shkoj, por nuk me edhi mirë. Me atë simbolin e arkivolit, ne shqiptarët kemi një gjë. Dhe kur jemi në një miqësi, se në miqësi ke dhe një njeri që nuk të do. Dhe prapë nuk ja dua, nuk ja urojnë të keqen. Zonjë, thoshte kishte një tabel para të madhe, arkivoli e thoshte vdekja politike e Edi Ramës. Politike. Nuk e kishte për urim... vdekje shpirtërore fizike. Por ishte një simbolik shumë rëngjese, se të jemi prindër, jemi nëna, kemi lindur fëmijë, ti ke dal nga një prind, nga babi dhe nga nën, apo jo? Nga 2 prindër, po. E ka i ministër ka dal nga prindër, ne dhe sa liberisëm që kemi kundërshtar, që kemi dashur kur, që të vdesi, ose që simbolizosh arkivolin, sepse është shumë e rëngjeshme, duke parë në 98-ën, që me arkivolin e Azem Hajdarit brënda, ata rështyen portën e kryeministrisë, e provuan që forca, e provuan që pushteti me dhunën nuk fitohet. Por i kjo procesë ka një gjë
shumë të mirë. Që janë të rinj, janë ata njerëz të cilët nuk janë marrë me politikë, janë ata njerëz të cilët nuk kanë bishpatua, vjedhje, krim, dhe më vjen shumë mirë që ata të ecin përpara, por një gjë dua të të them zoti gazetar, nga procesa në proces. Kur ka dhunë, nuk jeni juve, ata njerëzit e edukuar të brezit të rinj, edhe nuk kanë ngarkesa, janë ata që kanë ngarkesa, duan të bërëmun, duan të djegin, duan të plaçkisin, kanë dhe frikën se mund të djegin institucionet për të shpëtuar, për të hequr dosjet e tyre. Kupton zoti gazetar? Duhet që kjo proces të ketë kujdes, të hapi syt, mos i lëri këta njerëz të përfitojnë. Shikojmë atje te komisariati u paraqit deputeti Balliu, ç'kërkon kërkonte Balliu atje? Çfarë kërkonte Balliu atje? Një kohë që di procesa sot Berisha në burg. Balliu është njeriu më i afërt i Berishës. E mendon ti që Balliu t'i intereson protesta e paqme? Nuk. Se besoj gjë. Prandaj protesta le të vazhdojnë, të fillojnë njerëzit të reagojnë qeveria, të reagojnë gjithë administratat, qytetarët të jenë të kënaqur. Por do keni kujdes nga këta njerëz, nga elementët keqbërës që nuk e duan protestën tuaj të paqme. Faleminderit zërim për telefonatën, gjithë mirat, përshëndes. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Ka rënë linja. Mirë, janë disa telefonata në pritje. I themi mirë mëngjes dikuj tjetër tani. Mirë mëngjesi. Përshëndetje zotrit, lutem, uli pak zërin televizorit dhe na dëgjoj vetëm nga telefoni. Faleminderit, urdhëro zotrit. Unë habite me disa që janë përdiqë më burirët. Që shumë të kanë, se si të abonuar. Dëgjoj të shikë. Absolutisht, protesta dhe më thonë, nga ka bërë krenarë. Nga ka bërë krenarë, sepse në zgjoj nga gjumi, e gjumë letargjit që e kishte pushtu Shqipërinë për shumë vitesh. Ne këshim hu më shpresën ke rinien. Këpëton dhe kjo rinien në bëri për tetë, në mbriti kokën latë. Tani palavrat që të lëshon kryeministri për ti, qoftë dhe ajo që ishe në adresën tënde. Ti duhet të kënohesh me të, sepse në ke picu fort aty ku i dhemë ati që reagor. E kupton? Tjetër, habite me disa qyqarë, dhe vërtet qyqarë halin dhe më dhëmë, që vuajnë çdo ditë, njësoj se gjithë tjerët është në Shqipëri, që nga jugut në veri, kupton dhe bëjnë avokatin e djallit, thjesht për inerci apo ku di unë për nostalgjitët kalurës, se mendojnë që kjo partia që është sot në përqi është Parti Socialiste. Kjo nuk ka lidhje me Parti Socialiste. Kjo është një parti, pretendojnë që është një parti të më dhënë e majt, po vetëm e majt nuk është. Kjo është parti e oligarkëve, cilët dhe më dhënë ushqen çdo ditë me miliona dollar, dhe varfëron këta njeranët e shkret, që lepi në për televizione, në për ashtu e duhet rokasin akoma, Hitlerin e matë, botëror, Rama. Kjo është fatkeqësi për gjithë tjerët. Për gjithë tjerët, populli duhet të reagoj. Një popull që nuk reagon është i mbaruar, është i vdekur. E kupton? Ky zotëria që është në krye, në vend që të reagojnë ndaj problematikës që ngrejnë protestuesit, ky merret me individ. Merret me individ, shket një hajdut që ka ardhur atje, ka është futur në turmë, më kupton? Ja, po të janë hajdut. Ora hajdut janë ata me follare, ata me bodyguard, që bredhin makina nga 100 apo 200.000 euro. Ata janë hajdut. Jo e hajdut gjepët, përsa vjedhur e përsa konstatuaj, përsa brahtani. Ta po vjedhën nga me miliona euro më burë. Me miliona dhe s'kanë pik në turbit, nuk s'kuqet. Tjetër, për çfarë dhune flitet? Çfarë dhune? Protesta është protesta, është urrejtje, është duk njerëzor. Kur ka shku ti kanë palç. Do përplasësh edhe me policinë. Sigurisht do përplasësh. A kanë sytë balto, shikojnë revolta në për Europë në botë? Qa bëhet? Pastaj kush u dhënua? Se kjo është kulmi, domethënë. Arrestohen, rritet, rritin zvarë njerëz dhe u dhënua shteti, thot. Për shteti që dhunon të njerëz. Prandaj që mos ta zjas, unë mendoj që protesta është në rrugën e dur, do vi duke u rritur dhe fundi është i pashmangshëm i Ramës. Ty të uroj, të djalë që të kam ndjekur, edhe në për konferenca shtypi,
Të uroj për kurajën që ke, për kurajën që ke, për qytetarin, që që faqë dhe për problematikën që nge. Në dallim me shumë të tjerë. Faleminderit shumë zotrit, përshëndes, të uroj gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Përshëndetje zotrit. Nuk e di se si quhet dhunë. Kjo, të shkosh ke komisariat të thysh gjamat. Të gjush policët në gur. 3 persona ishin të cilët janë diferencuar si pas... Ka bo stacion fascist. Kretë fascist o ka bo stacion i uj. Fascist, pa të mund fascist. Gjosa ka stacion në posë, i një bo stacion i uj. Jeni ju që po flisni këtu edhe shani ku po flisni. Ju po flisni këtu, mërë zotri, këtu e ke folur për ditë, e ke pasur mundësin tënde, më vjen keq. Edhe kasta ju, do t'je merit liga Shqipërisë. Hajtë mirë pafshim. Mirë, zotri, mirë pafshim të rëgjit. Mirat, edhe një javë të qetë, më i qetë. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem na dëgjoni vetëm nga telefoni, jo nga televizori, sepse interferon, vonohemi, nuk merremi vesh. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, urdhra. Gjithashtu. Përshëndetje, ju lutem na dëgjoni vetëm nga telefoni, jo nga televizori. Po, zonjë. Po flasë që për protestën. Për çfarë keni dëshirë juve? Protesta mirë, me ata të ri që sillen vërdall, sepse nuk kanë çat bajnë dhe sillen vërdall. Shifen ato se çfarë mos tash janë, mund të ketë shumë të mirë, po aty më shumë janë ashtu debilash që sillen rrugash, se sa Po pse më zonjë? që janë aty. Po pse ishan? Çfarë Sepse problemi? shprehje që përdorin ata, Rama në Burg, Berisha në Burg janë dy të kundërta. Sepse Sala, këta nuk kujtojnë 97-ën, ata të parën të kujtojnë 97-ën, që Sala mushi hapi gjithë detë. Kjo është e para që arrin, dhe më thanë popullit të thojnë të parën. Atë të kujtojnë hirë 97-ën që mushi gjithë popullin me armë, që merri. Po si duhet jetë? Duhet jetë Berisha në Burg, Rama në Burg, si duhet jetë? Po, jo, këto janë falso. Janë komplet falso për një që e kupton. Ato drejtuesit janë ato që... Okej, Rama në Burg, dhe më thanë këta janë shprehjet gabume, revolucion, për çfarë revolucionit bëhet fjalë këto? A kujtoni se populli është i madh? Vetëm ato që dalin për natë, ata janë, për shumica janë të pagum. Kujt i thoni dhunë? Lutem? Zotri, lutem, fal një minutë, dhunë. Nuk i shihni ju ata protestat që bëhen jashtë? A janë djemnana shatare që gjuhen me gurë? Si? O zonjë, ka pasur një episod, zonjë, ka pasur edhe është thënë që janë njerëz cilët kanë ardhur të infiltruar aty për të prishur protestën, janë diferencuar grupi koordinues. Juja që nuk janë të infiltruar, ato janë të pagum, ato që rrinë aty janë të pagum, sepse ba me pasat shumë probleme, ato kërkojnë punë. Ato nuk kërkojnë punë, se që janë me telefona, ma iPhone të kushtushëm. O zonjë, ata kërkojnë një jetë më të mirë, o zonjë. Ato që vinë nga Kosova, ma ato makina, të shesin dhe të japin lekta tyne. Po kush vinë nga Kosova, më zonjë, o zonjë? Ato i kena parë ma ata flamujt, ato azëtar të mlej. Duhet heqin dhe flamurin tani, duhet mos kem fare flamuj, as flamur shqiptar. Protesta. Në qosë ti do të gjush, ore, a i keni pa protestat jashtë, apo nuk i shifni jo. Nuk i shifni ato protestat të ra polici, ore me shkop, të thënë brit. Atyne, jo të thënë brit, po t'ja thënë edhe kokën se e kanë pak. O zonjë, po është e kundër ta në fakt, nuk e dhja i ke parti. O zonjë, një pyetje, mirë, një pyetje. Tani, ju jeni në mosh pensioni? Ja. Po keni fmi? Po kam. I keni këtu? Fmija jem nuk do të dalin aty sa t'jemu në gjallë. Ma të rëmpal që është aty. Ma të njërë të fliqon. Po zonjë, pa i do një jetë më të mirë, si mos dali, pse nuk do që të dali? Të vinë turp, se nuk... Kujtja vejnë atërë këjvëllë? Tja vejnë nanëve se babalarve tyne. Po ishte simbolik, moj zonjë, simbolik. Ta simbolik ignoranta, se pa ignoranta janë ata... Po e ka bërë gjithë vota, moj zonjë, po si shanë, moj zonjë. Reshtash.
Mirë zonjë. Po qarë? Ne duhet ta mbyllim tani. Turoj gjithë mirat edhe turoj më shumë pozitivitet. Përshëndes. Do të shkëputim për një hapësirë publicitare, pas pak jemi me zotin Kujtim Hoxha në studio.